është një projekt që ka ndodhur për herë të parë në Kosovë, tash kanë filluar të aplikohen edhe në komunat edhe pse i kushtueshëm. Ne kemi disa lloje të projekte. Bie fjala kemi ndërtuar parqe ose mjedise të zgjerbruara në shumë lokalitete. Terrene sportive, fusha sportive në shumë lokalitete, gjithku ku kemi pas pronë komunale, madje kemi investuar në fusha sportive edhe në mjediset për rreth objekteve shkollore. Pastaj kemi ndërtuar rrugë, kemi ndërtuar rrugica, kemi ndërtuar trotuare, pra nuk po flasim për disa qindra metra, po flasim për kilometra. Pastaj kemi trajtuar ujërat zeza në disa zona që kanë qenë shumë problematike me pronarë privat. Kemi zgjidhur probleme tepër të rënda që nuk kanë mujtë me zgjidhur as gjykata, pra ka pas përpjekje edhe më herët. Janë probleme të jetra vjeçare që ne në masë të madhe kemi zgjidhur. Kemi edhe disa sfida tjera të cilat në mënyrë rrethanore, do të thonë po gjejmë alternative për me zgjidh edhe probleme të rënda të një natyre që vërtet janë edhe problematike, por ne kemi marrë përsipër. Jemi zotuar dhe kemi harxhuar vërtet energji shumë, na kanë marrë kohë shumë, po ju kemi dhënë zgjidhje. Pastaj ne kemi ndërtuar, kemi funksionalizuar 3 qerdhe të reja, për shembull, për fëmijë. Edhe aty fëmijët po shkojnë, qerdhet tash janë funksionale plotësisht. E kanë shujtën, e kanë kuzhinën, e kanë edukatorët, i kanë pastaj mirëmbajtësit, pra gjithçka është duke shkuar në rregull. Kemi ndërtuar, kemi riparuar tërësisht objektin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare, që ka qenë një objekt i vjetë, dhe tash kemi bërë investime në shëndetësi, për shembull, në pajisje mjekësore. Ne vazhdojmë ta japim tash kontributin në masë të madhe, kontribuojmë për shembull me barna esenciale, edhe pse janë përgjegjësi e Ministrisë së Shëndetësisë, por ne kemi konsideruar që është e pamjaftueshme ajo që ka bën Ministria e Shëndetësisë për qytetarët tanë, dhe ne bie fjala investojmë me buxhet që t'ju shërbejmë qytetarëve tanë me barna esenciale falas. Pastaj ne kemi, me qenë që jemi të shëndetësia, bie fjala, kam premtuar që 500 euro do të paguhet për çdo lindje që ndodh në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Rahovec, Doktor Faradin Hoti. Edhe këtë 500 euro që ne kemi mbrojnë në vitin e kaluar, pra tash ne jemi në vitin e fundit, një vit përpara kemi përmbush premtimin. Kemi premtuar ekipe mobile që të bëjnë vizita ose shërbime falas në familje, aty ku ata nuk kanë mundësi, ndoshta ose janë të vetmuar, ose kanë probleme kronike shëndetësore, ose s'ka kush kujdeset për ta, dhe ne e çojmë ekipin mobil atje me shërbim falas, e çojmë ekipin me ato automjetet shëndetësisë që janë zyrtare, edhe ju shërben falas pacientëve që kanë nevojë. Po ashtu ne vazhdojmë të japim shërbime falas edhe foshnjeve, nga 0, pra nga 1 ditë, edhe nënave Leona, dhe në 3 vjetë. Që është një projekt jashtëzakonisht i rëndësishëm, është i vlerësuar nga qytetarët, sepse është një shërbim i mirë që ti ja ofron falas në familje, pra vizita në familjet për nënat Leona dhe foshnjat nga 0 deri në 3 vjeç. Kemi bërë vepra tjera në infrastrukturë publike, për shembull në rrugë, në ndryshim publik. Ne jemi vetëm ka mbetur tash edhe ndoshta 2-3 segmente të shkurtra për ndryshimin digital. Pra ne do të vendosim në pajisje digjitale, ku ne do ta kemi ndoshta në telefon, do ta kemi programin ku mund të shihet në program se cili poç, për shembull ndryshim publik funksionon cili jo. Ne me program mund ta ndalim, ta zvogëlojmë efektin e ndryshimit publik, edhe mund ta zmadhojmë. Pra është një projekt që ka ndodhur për herë të parë në Kosovë, tash kanë filluar të aplikohen në komunat, edhe pse i kushtueshëm, po janë drita smart, pra është smart projekt digital për krejt lokalitetet, nuk më të fjalë vetëm për qytet, po për krejt lokalitetet e komunës Rahovecit, që janë 33 fshatra plus qyteti, që kemi ndryshim publik digital. Është një vepër e mirë. Pastaj ne jemi të kënaqur që kemi me shumë prej pronave komunale në shfrytëzim për nevojat e komunitetit, përkatësisht subjekteve të cilat po ndodhin, po bëjnë investime, edhe ne ja kemi dhënë pronën në shfrytëzim, edhe ja kemi rrit vlerën e pronës komunale, po edhe i kemi mundësuar subjekteve përfituese që të punësojnë njerëz, edhe të japin impakt zhvillimit ekonomik lokal. Po ashtu ne
kemi bërë veprime të shumta në turizëm, në agroturizëm, që një vepër që bën krenar, si kryetar komunë, është ndërtimi edhe funksionalizimi i Muzeut Masakrës në Krusht Madhe. Pastaj, para disa ditësh ne përruam muzeun e Bajramcurit në Krusht Madhe, muzeun shtëpinë muzeut Bajramcurit, sepse siç e dim, edhe historia na thot që Bajramcuri gjatë rrugës ka lënë Krusht Madhe. Ne e kemi funksionalizuar plotësisht edhe kompleksin muzeor Ukshin Hoti. Ne jemi duke ndërtuar një kull tash, një qendër përkujtimore pra në Reti, në vendin ku kanë operuar 3 brigadat ushtrisë shqiptare të Kosovës. Për shembull, kjo është fusha e luftës kundër harresës, ose e respektimit të vlerave historike kombëtare, vlerave të luftës ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pra, ne po ashtu kemi ndërtuar shkolla, kemi aplikuar me mjaft sukses eficiencën e energjisë në objekte publike, në shkolla të mesme dhe shkolla fillore. Pra, ekonomizimin e shpenzimeve përmes termoizolimit e izolimit, përmes ndrimit drejtarëve, çative e tjera, kemi bërë veprime të shumta të cilat na thonë ose na dëshmojnë që ne më pak shpenzojmë sot në ndjekse, edhe të gjitha shpenzimet janë më të vogla për shkak të eficiencës së energjisë ose përdorimit të eficiencës së energjisë ose masave të eficiencës së energjisë në objekte publike.